Edhe bota senet shumë shpejt po ndryshojnë, tregu shumë shpejt ndryshon. Duhet pak sipas tregut, sipas trendet, sipas ekonomisë, duhet me gjetë mënyrën e punës, duhet mu përshtat me treg. E për që ata jena përhap edhe gjithmonë jena i hapt për senet treja, gjithmonë jena, nëse ka diçka e re, mirë, jemi i hapur për me dëgju krejt senet. Cilat kanë qenë vështërsitë e para që jeni ballafaquar kur keni ardhur në Kosovë dhe keni hap sallonin, edhe ka qenë një moment që ndoshta keni mendu mu dorëzu apo mu kthy sërish në Turqi? Kjo pyetje shumë e rëndë. Edhe ka shumë, edhe se dja me kallëzu drejt ajo. Mendova që po thua ka shumë pak edhe deshta me të ndërhy prap, se e di që ke kalue domethënë edhe gjana të vështira, për shkak se edhe shikuesit do të me kuptue, për me qenë njëri shumë i suksesshëm, do të me kalu sfidat ndryshme në jetë, që ti mos më dorëzu asnjëherë për me arrit në atë pikën që ti dëshiron. Edhe për këtë arsye ta parashtrova pyetjen cilat kanë qenë ato vështërsitë, e di që janë të shumta, po disa prej tyre edhe besoj që do t'i tregosh. Tash, fillim kena pas vështirësi kur e kena hap lokalin, në fillim jam konë me një ortak e kom pas, edhe salonin tem, mu, letrat biznesi, me emri jam u konë. Edhe mu më ka qitë pe salonin tem njeri, edhe më ka thirë policia me shku në zyre, aty njësi në polici. Kur shkova, aty ma ka thy leje qëndrimin, edhe... Personin fjallë, në më thonë që keni pas biznesin e përbashkë? Kena po, vysh e ka bo bashkëpunim me dikon, edhe mu oficeri polici, ma ka thy leje qëndrimin, edhe ma ka gju ftyrës. Edhe më tha, espektuit, tha, punët e veni jëtë. Edhe nëse mdoll mu diçka vështërsi, nëse dërzoj, atëherë gjithë jeta të shkon të dërzu, edhe nuk bon mu dërzu kur. Edhe nëse thot një oficier ta thënë një qëndrimin pa pas pik drejten, nuk bon me dërzu, edhe... Si u ndjeve? Normal shumë keq, edhe faktën mu më kanë largu pi Kosovës. E kom marrë 6 muaj ditë urdhër largim. Më kanë largu pi Kosovës. Cila ka qenë arsyeja? Arsye, asnjë arsye. Veç që më konë ortak, ajo ortak jam ka qipi pi salonet tem. Po që asë letë monet? Atëherë para 5-16 vjetë letë u konë. Po. Edhe jem shku të ambasadi Turqis, i tregova punën, senet, i tregova dhe ato është historie gjatë. Tash këto tani regullova, shkova najta 6 mujtë. Do më thonë të kanë ndihmu ambasada e Turqis? Po, më kanë ndihmuar ambasada e Turqis, me ministri punë brendshëm, ma kanë jep lejen për me punu, ma kanë mas 6 mujtë. Për sa kohë je kthy ti në Turqi? Jam kthy 5 muj, mas 5 muj jam orë dhe pet. Edhe kur saloni që kom pas, me njëherë ona që kom hap lokalin, aje kam byllë mas 2 muj. Tjetër, halen ndodhën qëto senet, halen bëhet senet, ma mirë mos pi kallëzu.
Jo, është mirë na asnjëherë s'po flasëm për persona me emra, derisa nuk është personi i tretë këtu në studio, po këto janë gjëra që me të vërtet kanë bo ty mund je keq, edhe sidomos kur e hap njëri një biznes të përbashkët, edhe kur e din veten që je okej, nuk e mendoj se duhet qaq let dikush me t'jek prej vendit. Edhin, duke marrë parasysh që sot e dim që njerëzit me t'njohshëm çdo gjë edhe shtetin i farë forme e blejnë. Edhin, ka njoftësi shumë të mëdha edhe ti nuk është ndoshta edhe që i ke ditë gjuhën, edhe që ke ditë mu shprej me mbrojt veten, edhe kjo ka ndodhur. Atëherë gjuhën, atëherë sa e marrë çdo senet, në fillim që e marrë pas një vite. Edhe e pranova tani e hapa biznesin tem. Po me personin fjalë, jeni taku? Jo, s'jena taku ma. Jo. Nuk i ke bo një pyetje tillë, pse ndodhi kjo? Nuk e di. Na e kena pas 2 salona edhe unë dojsha faktisht pak do senet me shtim një sistem më ndryshe, e tregojsha sistemin i ri që du me bo, edhe su përshtat sistemi atina edhe ta qespi punës edhe m'ka qitë. Qespi punë biznesin në amën tanë. Po, faktisht gjys e kena dokumentet edhe mu ma kanë marrë le qëndrimin, ma ka thy, ma ka jep vullën pasaport, edhe shkova, s'ka problem ato, e kalum, mirë jena. Cila është vështërsia tjetër pasi që ke ardhë? Masi që kom hapë salonin, kena pas kështu do kontrola pa lidhje. Ke pas kontrola ma shumë se të tjertë, besoj? Kontrola halena kemi 100 milion kontrole kemi. Edhe na mundohëm 100% me pas këtë senet. Edhe respektoj ligjin 100%. Edhe kam qef mu koni sinqert me shtet, respektoj ligjin, i jep plotësoj, që a dën shteti krejt e plotësoj, po normal duhet me pas kontrol, po në fillim kur e kom hap pak ma shumë, tani këto senet jena hi kështu, tu pas kontrol, tani kam ma shumë kujdes për me pas senet ma shumë regull, tash që mos me pas hapësirë për dënime. Po. Jo, si marrë kur dënime shtash që sa vite. Edhe shumë mire kam punë qtash, se kam asnjë problem.